Vëllezër të nderuar, dijeni se qëndrueshmëria në sunet ka disa esbab, disa arsye që të ndihmojnë ty me qëndru në të vërtetën. Dhe para është duaja dhe kthimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e ka saktësuar Sheikh Al-Albani në silsila hadith sahiha, hadithin ku ka thonë transmetuesi kana akthar duaihi, ka qenë duaja më së shumti që ka bo, ja muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, o ti që i rrotllon zemrat, forcoje zemrën time në fen tënd. Dhe kur i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje, ka thonë nuk ka njeri vetëm se zemra e tij është mes dy gishtave të Allahut. Kën e don e udhëzon dhe kën e don e devion. Thot Imam Ibn al-Qayyim: "Waj'al li nafsika muqlatayn kilahuma min khashyati ar-rahman bakiyatan law sha'a Allahu kunta aydan mithlahum fal-qalbu bayna asabi ar-rahman." Ka thonë boni dy syt e tu të çajnë nga frika prej Allahut. Sikur të deshte Allahu, edhe ti do ishe sikur ata. Kur i shohim njerëzit e devimit, thot sikur desh Allahu, edhe ti do ishe sikur ata. Domethënë është mirësi dhe udhëzimi i Allahut që ti nuk je sikur ata. Duhet me çaj për këtë mirësi që Allahu zë na ka dhënë. Lo sha Allahu la kunta aidan mithlum fal qalbu bayna asabi rahman. Thot zemra është mes dy gishtave të Allahut. Domethënë nuk ki siguri. Sot je udhëzuar, nesër alayhi wasallam, nesër mundesh me deviju. Për këtë domethënë çdo herë me bo dua, ja muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që rrotllon zemrat, forcoje zemrën time në fen tënd. E dyta është dituria. Dituria është mbrojtje nga devijimi. Dituria është ajo që ty ta tregon të vërtetën. Dituria është ajo në fitne që të len ty me kuptu se çka është e sakta dhe çka është devijimi. Dhe si që kanë thonë djetari, e një fitnën para se të vjen. A gjahili e një fitnën masi të shkon. Kur shkon fitna, të gjithë e din se çka është fitna dhe çka është devijimi. Sot të gjithë e din çka është devijimi filanit dhe ati. Ama kush na ka mësuar neve? Si e kemi ditë ne? Dietarët kanë kuptuar me kohë. Domethënë dituria është ajo që është shkak me lenë Allah që ti me qëndru në të vërtetën. Për këtë arsye, vëllezër të nderuar, duhet sakrifikim dhe mundim për arritjen e diturisë. Njeriu të lën çdo ditë një kohë për diturinë që të mëson sa më shumë dhe ta kupton fenë e tij aq sa ka mundësi. E treta është me kërku shumë falje. Istighfari, kërkimi i faljes, është ajo që bëhet shkak gjithashtu për me qëndru në të vërtetën. Se devijimi dhe fitnët vijnë si pasojë të veprave tona, gjunaheve tona. Dhe kur ne kërkojmë falje Allahu subhanahu wa taala, kjo bëhet shkak që njeriu të qëndron në të vërtetën. Siç ka thonë Allahu: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çfarë do fatkeqësie që ju godet është për shkak të asaj që kanë bërë duart tuaja, por ai fal shumë. Dhe Sheikh Al-Albani ka saktësuar hadithin në Sahih Al-Jami', ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Istaghfiru rabbakum inni astaghfirullaha wa atubu ilayhi kulla yawmin 100 marra." Ka thonë kërkoni falje Zotit të juve. Unë i kërkoj falje Allahut dhe pendohem tek ai çdo ditë 100 herë. E katërta është mos kthimi tek dietarët, është shkak për devim. E kështu është kthimi tek dietarët siguri ndaj devimit. Sidomos mu kthy tek dietarët e mëdhej. Në Sunna të Ibn Abi Asim është transmetuese Enesi radhiyallahu anhu, dhe ai ka qenë një prej sahabëve, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe 10 vite ka shërby pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po me gjithë atë
Nuk ka thonë unë mendoj dhe unë thëm, për shka ka thonë? Ka thonë nehene kuberauna min ashabi Rasulillahi sallallahu sallam. Ka thonë na ka ndalu të mdhejt prej neve, prej shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë edhe ai është kthy tek mdhejt. Edhe pse vetë ka qenë sahabi, është kthy tek mdhejt. Ka thonë na ka ndalu të mdhejt ton prej shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos i shani udhëhecit tuaj deri në fund të fjalës së tij. Dhe Ibn Mes'udi radhiyallahu anhu ka thonë njerëzit do vazhdojnë në mirësi përderisa e marrin diturinë prej të mdhejve të tyre. Dhe kur ta marrin prej të vegjëllive, do të shkatërrohen. Pastaj e pesta është njeriu ta ketë çdo herë parasysh vlerën e madhe dhe shpërblimin e madh për sabrin në të vërtetën. Dhe e gjashta është që njeriu ta ketë parasysh se Allahu është me durimtarët. Inna Allaha ma'as sabirin. Do të thonë ai ty të ndihmon dhe ai ty ti leson çështjet e kështu me radhë, atëherë ti duhet, domethënë çdo herë ta kesh këtë parasysh dhe të jesh i qëndrueshëm në të vërtetën, duke di se Allahu është me ty. Pastaj e shtata është që njeriu të qetësohet me kaderin e tij. Ta di se ajo që e godet nuk mund t'i iki dhe ajo që i ka ikur nuk mund ta godasë. Atëherë ai e di se kjo çka i ndodh prej vështirësisë kur ai qëndron në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai e di se kjo është kader prej Allahut. Dhe kur njeriu e din se gjithçka që i ndodh atij është kaderi i Allahut, atëherë ai pajtohet dhe qetësohet me këtë që i ndodh. Pastaj e teta është që njeriu të din se përfundimi i mirë është çdo herë për të devotshmit. Wal aqibatu lil muttaqin. Përfundimi i mirë është për të devotshmit. Dhe gjithashtu përfundimi i mirë është për sabërlit. Dhe njerëzit e sunetit, edhe nëse gjatë jetës së tyre mund me përjetu diçka prej vështirësisë, e poshtërsisë, e kështu me radhë, do të thonë njerëzit ti poshtrojnë dhe ti maltretojnë e kështu me radhë, por fitoria është për ata. Shikoni shembull shehun ton, dietarin e madh, Imam i Jarh al-Ta'dil, Sheikh Rabi' rahimahullah. Sa ka përjetu vështirësi gjatë jetës së tij, sa që ka thonë në fitnën e Ebul Hasan al-Ma'aribi e kam di veten të vetmuar, domethënë. Domethënë s'ka gjet askënd që e përkrah dhe qëndron me të, megjithatë ka vendosur me shkru, me sqaru, e sa fitnë ka sqaru që njerëzit nuk e kanë pranuar në atë kohë. Po sot domethënë mas vdekjes së tij, Allahu Azza wa Jall i ka dhënë ngritje sa qi, edhe armiqt e tij kur ka vdek kanë dalë me lavdru. Edhe ata s'kan mujt me e mohu diturinë dhe vlerën e tij. Dhe kanë dalë dhe kanë treguar për vlerën e tij, rahimahullahu ta'ala. Siç kanë thonë në poezi, shahida bi fadliha hatta al-'ida wal fadlu ma shahida bihi al-a'da'u. Do të thonë edhe armiq, poezi kanë thonë, kanë vërtetuar për vlerën e tij. Dhe vlera është kur e vërtetojnë armiqt. Do të thonë edhe nëse armiqt e kanë vërtetuar vlerën e tij, atëherë çish kanë met për dashamirësit e tij dhe njerëzit e sunetit. E fundit vëllezër të nderuar është e nonta dhe ajo është leximi dhe mësimi nga jeta e pejgamberëve dhe dietarëve që na tregon neve se si kanë qëndruar në sunetin.